Konektiviteti midis Tiranës dhe Durrësit po kalon në një transformim rrënjësor, duke shndërruar këtë aks në një korridor transporti të integruar dhe me kapacitete të zgjeruara. Projektet madhore si zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, rruga e Arbrit, unaza e madhe e Tiranës, rehabilitimi i rrugës Ndroq-Plepa, modernizimi i hekurudhës Tiranë-Durrës me tegzim në Rinas dhe rruga Tiranë-Elbasan nuk janë investime të izoluara, por pjesë e krijimit të një rrjeti transporti efikas, të sigurt dhe të qëndrueshëm. Tirana dhe Durrësi përfaqësojnë qendrën më të madhe urbane, ekonomike dhe industriale të Shqipërisë. Ky binom i zhvilluar kërkon një infrastrukturë që jo vetëm përballon trafikun e sotëm, por edhe mbështet rritjen e ardhshme ekonomike dhe urbanistike. Zgjerimi i autostradës dhe rehabilitimi i rrugëve alternative nuk janë thjesht përmirësime teknike, por një ristrukturim i plot i mënyrës se si funksionon mobiliteti në Shqipëri. Me ndërtimin e një autostrade të kategorisë A mes dy qyteteve, bashkë me sistemet inteligjente të menaxhimit të trafikut, pritet që lëvizja të bëhet më e shpejtë dhe më e parashikueshme, duke shmangur vonesat dhe ulur ndjeshëm kostot e transportit për qytetarët dhe për bizneset. Ndërkohë, zgjerimi i unazës së madhe të Tiranës dhe lidhja e saj me segmentet kryesore rrugore do të riorganizojë trafikun në kryeqytet, duke reduktuar mbingarkesën në pikat hyrëse dhe dalëse. Në këtë strategji të re, infrastruktura hekurudhore luan një rol kyç, duke krijuar një alternativë ekologjike dhe të qëndrueshme ndaj transportit rrugor. Hekurudha e modernizuar Tiranë-Durrës me degëzim në aeroportin e Rinasit nuk është vetëm një investim në një linjë të re, por një hap drejt integrimit të plotë të modeleve të ndryshme të transportit, duke reduktuar varësinë ekskluzive nga rrugët dhe duke sjellë përfitime të ndjeshme në reduktimin e trafikut dhe të ndotjes. Krijimi i një korridori modern transporti mes Tiranës dhe Durrësit forcon pozicionin e Shqipërisë si një nyje strategjike në rajon. Përmirësimi i aksesit në portin e Durrësit dhe ndërlidhja me rrugët kryesore si rruga e Arbrit dhe korridori 8 e shndërrojnë këtë korridor në një qendër graviteti për tregtinë dhe lëvizjen e mallrave në të gjithë rajonin. Këto akse që janë duke hapur janë plotësisht të mjaftueshme për të përballuar zhvillimin e qytetit. Këto dy akse që lidhin me perëndimin që është autostrada Tiranë-Durrës dhe autostrada nga Ndroqi, nëse këto fuqizohen, edhe gjithashtu rruga e Dibrit dhe rruga e Elbasanit, janë të mjaftueshme për të përshtatur një zhvillimi, ta themi në një 30 vjet e ardhshme.